Pas shpërthimit të luftës së Iranit, edhe zëvendës kancelari i Gjermanisë, Lars Klingbeil, foli kundër kësaj lufte. Ndërsa unë e vlerësoj çdo që ngre zërin kundër padrejtësisë, ata që mbajnë autoritet dhe ndikim duhet gjithashtu të tregojnë hapat praktik që po ndërmarrin për t'i vënë në jetë fjalët e tyre. Fatkeqësisht, kur vjen puna te politikat konkrete ose te ndërmarrja e veprimeve vendimtare, ata bëjnë pak ose as pak. Fjalët e mëtejshme, sado mbretëlënëse apo të urta të jenë, nuk mund të sjellin paqe vetvetiu. Gjatë një vizite në Turqi, Papa Leo deklaroi se lufta e tretë botërore po zhvillohet pjesë dhe se e ardhmja e njerëzimit është në rrezik. Papa dhe të tjerë tani po pranojnë atë për të cilën unë kam paralajmëruar prej kohësh, se një luftë botërore tashmë ka filluar dhe se pjesë bota po ecën në gjumë gjithnjë e më thellë drejt kthetrave të saj.